Jusuf, shiko çfarë gjeta. Çfarë është kjo? Jusuf, këtu thot, nga Ebu Hurejra transmetohet se profeti a.s. ka thënë: çfarë mendoni si kur të ishte një lump para derës së ndonjërit për jush, në të cilin do të lajë çdo ditë nga 5 herë, a do të mbetej në të pastërti? Ata thanë: jo, o i dërguari i Allahut, nuk do të mbetej asnjë pa pastërti. Profeti a.s. tha: ky është shembulli i 5 kohëve të namazit. Allahu me faljen e namazeve shlyen gjunahet. Namazi është se lumja që na pastron. Po, Jusuf, namazi na pastron shpirtin dhe na afron me Allahun. Sa mirë, duhet të më mësosh se të falem edhe unë. Me kënaqësi, Jusuf, do të mësojmë hap pas hapi, inshallah.